Mirëmbrëma, përshëndetje miq të dashur, përshëndetje, uroj të jeni mas miri në botë. Sonte do flasim për fuqinë e mendimeve tona dhe do futemi pak më thellë në këtë temë, sepse vërtet nëse dikush ka pa mrekulli para syve jam unë, kam pa transformimet shumëta, kam pa ndryshimet shumëta, mia transformime, dhe marrguximin e plot me fol për këtë temë, sidomos për mendimet dhe ndryshimin e tyre, e mbi gjitha ndikimin e mendimeve tona në jetën tonë, në shpirtin tonë, në fizikun tonë, në krijimin e realitetit tonë. Jam pafund falenderuese që jam sonte këtu me ju. Jam shumë falenderuese për krejt ndryshimet që kanë ndodhur me çdo person që ka prek mësimet e mia, çdo person që është në akademi, çdo person që ka lexuar librat e mia dhe ka marrë një mendim më ndryshe, sepse kjo është ajo që na e bëjmë përmes zhvillimit tonë, domethënë marrim mendimet e cilat aktivojnë impulse dhe hormone të tjera në trupin tonë dhe bëjmë lëvizje më ndryshe në jetën tonë. Edhe njëherë ju përshëndes shumë. Ju uroj që ta kalojmë një orë të mrekullueshme bashkë, ndoshta edhe më shumë, po sidoqoftë do futemi në disa tema dhe do ju jap sot, do flasim për ndryshimin, domethënë e trupit përmes mendimeve tona, si vizualizimi krijon realitetin ton, si janë shëru njerëz me histori të cilët medicina ose njerëzit tjerë e quajnë të pamundur, dhe këto mrekulli kanë pa parasyve, jo vetëm unë, për kanë pa dhe njerëzit tjerë, dhe si kanë manifestu që libri im mu shqitë në botë ose me më rrinë botë, edhe në fund kena me bo një meditim të fuqishëm bashkë. Unë nuk kam qenë tash sa kohë live këtu me ju, sepse jam me shumë projekte, jemi me antartë e akademisë çdo javë live, edhe me këta trajnime që i kam për një vit, dhe shumë projekte, shumë gjana janë të ndodhë, shumë manifestime, shumë mrekullit njerëzve, sepse për mu vërtet nuk ka dhurat më të bukur se sa suksesi i tjerëve, nuk më bani dhurat më të madhe. Se sa kur e shoh ndryshimin të jo, kur e shoh të manifestu pak para, nështë gjysmë ore pa u fut live, lajmëroj njëna e trajnimi që kemi një vjeçar që ka bën një manifestim, që ndoshta ka prit me muj me ndodh, ka ndodh tani që jemi në trajnim bashk. Jam shumë e lumtur që do flas për këtë temë. E di se keni dëgju shumë për mendimet, jeni sot të bombardum, me thonë, me informacione, por dëgjoni, sepse ka njëherë na duhet një energji ma ndryshe, na duhet një impuls, na duhet një prekje prej dikuj që na me fillu me bo ndryshim edhe një jetën tonë. Shumë njerëz presin që funin e vitit, fillimin e vitit, pastaj me fillu me shkru dëshirat, me bo manifestime, me bo ndryshime, më në fakt ndryshimi ndodh qëto, në këtë moment, kur na marrim vendimin, kur na e marrim vendimin me bo ndryshime, kur na e dim se nuk mundemi me të njëjtat mendime, me të njëjtat emocione, me kriju një realitet tjetër, po duhet me ndryshu mendimet e tona, të cilat aktivojnë emocionet. Emocionet janë energji në lëvizje, dhe ajo energji krijon realitetin ton. Sot du mu fut ma thellë në mënyrën se si funksionon mendja jonë, dhe çdo transformim që na kena pa, kam ju tregu disa storje që kanë ndodhur dhe njerëzit janë dëshmi e këtyre mrekullive.
Na shpesh mendojmë se menimet janë thjesht ide apo fjalë të mbrëmshme, por në realitet menimi është impuls elektrik, na ina energji njerëz. Keni sidomos këta që kam trajnim një vjeçar, tash kena me fillu meditimin e qetësi bashkë me ta dhe ata kanë me përjetu ndjesinë të qenurit energji. Na ina energji. Menimet tona janë impulse elektrike, sinjale neurokimike, frekuencë energjie, komand për trupin tonë dhe kodim i realitetit. Dhe unë jam dëshmi e kësaj. Unë jam dëshmi e ndryshimit shëndetit tim, raporteve të mia, raportet me parat, të realitetit tam, sukseseve të mia, do të thonë me ndryshimin e mendimeve tona. Dhe kjo është arsyeja për shkak se një mendim është impuls elektrik. Kjo është arsyeja pse shërohen njerëzit, ringrihen, transformohen përmes fuqisë të mendjes. E di, tash qysh me ndryshu, e di se 95% jenin autopilot. 95% kohës ju nuk zgjedhni as vendimet e juja, ju nuk i zgjedhni as ato se çka bani çdo ditë. Është programi juve i brendshëm, por ajo është i ndryshueshëm dhe ne jemi të punu shumë me njerëzit e akademisë. Me ndryshu programin, vetëdijsimi është i parë, vetëdijsimi i mendimeve tua. Vetëdijsimi me e pa veten se çka je tu mendu, çfarë mendime ke. Dhe ju thash se mendimi krijon emocion. 95% e sëmundjeve janë pasoja të emocioneve. Çdo emocion që kemi transmetohet brenda milisekondave në emocion. Nëse mendon frikë, trupi lëshon adrenalin, kortizol. Nëse mendon rrezik, zemra rreth shpejt, i dini ju krejt këto. Nëse mendon qetësi, frymarrja ngadalsohet. Nëse mendon dashuri, trupi çliron oksitocin. Më thonë, varet prej mendimeve tona çfarë emocioni kena me aktivu në trupin tonë. Dhe ju e keni këtë komandë. Ju e keni në dorë. Edhe pse 95% jo vetëdijshëm krijoni çdo ditë. Edhe pse jeni në program. Edhe pse futeni në film, për këtë arsye meditimin qetësi, për këtë arsye vëzhgimi i mendimeve tuaja, për këtë arsye nuk mundna me ndryshu diçka që nuk e dim se çka kem. Nuk mund me ndryshu diçka, po kjo është realiteti gjithmonë na i pasqyron mendimet e tona më të thella. Jo ato çka i dini, sepse sot din krejt, këtë i diju në ato sene. Për këtë arsye shoshin mentalitet që ja u kam bani video. Unë shkoj në çdo trajnim me shoshin mentalitet, jam komplet prezent aty, në të tashme, kështu që përdorni sot, këtë kohë që po ja udhëroj, këtë trajnim që po ja udhëroj, përdorni këtë mentalitet, mos me thonë, i diju në këto i kam një dikun. Realiteti yt i kallzon, a i din, a nuk i din. Realiteti yt të regon, a i din të vërtet, a veç i kini si informacion. Për këtë arsye puna me vetë, për këtë arsye ne në akademi për post takimeve që i kemi dhe punën që e bojmë me meditimet thella, kemi dhe ushtrimet të përditshme. 365 ditë. Nuk do shkoj Janina sonte, po du m'ja dhonë këtë temë sepse kam dhe dhurata për ju në fund, kam dhurata për 50 persona për juve, kështu që pritni. Çdo emocion që na përjetojmë ka një frekuencë caktume. Frika vibron ult, zemrimi vibron ult,
ekzistojnë emocionet e vibrimit ullë dhe emocionet e vibrimit lartë. Ankthi vibron shpejt dhe kaotik, stres, dashuria vibron lartë, mirënjohja vibron lartë, besimi vibron lartë. Frekuenca jon është sinjali me të cilin komunikojmë me trupin ton, me universin, me njerëzit rreth nesh dhe realitetin që na krijojmë. Na jena krijues të realitetit ton. Absolut. E di se ekziston edhe kontrata shpirtërore, të cilën na vim dhe i krijojmë disa gjana, sepse kena ardhur për përjetime, shpirti ka ardhur për përjetimet e veta dhe me ardhur deri te kuptimi që është vetë krijuesi i realitetit vet. Dhe keni shumë lehtë me ditë, merrni një fletore dhe shkruani krejt menimet e juaja ose shkruani jetën e juve që e keni. Dhe pastaj në atë jetë që ju e shkruani e shifni çfarë menime keni, sepse ligjet që e sundojnë botën në këtë botë fizike, botën 3D, janë qaq të sakta. Janë super të sakta. Që nuk mundesh me thonë, kjo është rastësi, më ka ndodhur kështu në jetë. Janë të sakta. Është në jetën tënde sepse ka të bëjë diçka me ty. E ki realitetin kështu sepse ki diçka, ki një emocion që ka frekuentu, që është në qatë frekuencë, energji që e ka tërhek. Është në këtë filmin që quhet realitet, në jetën tënde, sepse ti e vibron, sepse ti je në këto valë, ti je në këto valë e ki këtë realitet të këtyne valëve. Dikush është në këto valë, ka realitetin e këtyne valëve. Nuk është pyetja si ti largoj menimet negative. Pyetja më e madhe që njerëzit e bojnë, çysh me largu menimet negative? Pyetja e duhur do të më qenë, ku i kam marrën e, ku i kam mësu këto menime? Si ti largoj? Fillimisht është vetëdijsimi. Qysh jam rrit? Me çfarë njerëz jam rrit? Çka kam dëgju prej atyre njerëzve? Ankthi, sepse tash të lexohet e po më shteni mu, ankthi është emocion i filtruar përmes bindjes se diçka e keqe mundet me ndodhë. Dhe më thonë, jeni të tashmen dhe je i bindur se diçka e keqe mundet me ndodhë. Edhe kjo vjen nga frikat, nga përjetimet, nga ato që ti i ke kalu në jetën tënde. Edhe ankthi është emocion i filtruar prej bindjes tënde se diçka e keqe mundet me ndodhë. E di ki kalu shumë, e di ki përjetu shumë. Jam të folë si për veti, e di se çka kam kalu, e di sa më ka dhimbt, e di se sa gjonat i kam përjetu një jetën teme. Po në këtë moment nuk o të ndohë kur gjanë, të më thonë më mësu me jetu me të tashë, me identifiku mendimet e tua, me ditë se ka të vinë ato, dhe me ndryshu, me trajnu. Imagjino se ti je një person dhe ndërdia jote është fëmijë, është një fëmijë që ti dush me e marrë për dorë çdo ditë edhe me eduku ndryshe. Me eduku ndryshe. Arsyeja se pse kam rriu në botë, para se të vija aty, do më thonë, pse libra, qysh kanë mujt me mri librat e mia më shit në botë. Kjo është një vizion që une kam arrit me e pa, edhe mi a leju, sepse njerëzit menojnë se, ku me di qa ka bo, jo, nuk mund është me manifestu diçka nëse nuk jenë që ato frekuenca, nëse ti nuk ja lejon vetës. Edhe njëherë, frekuenca jonë është sinjali me të cilin na komunikojmë me trupin tonë, me universin. E kam një audiolibër super të fuqishëm, sa që antarët e akademisë kanë thonë, Valentin, krejt trajnimet e tua i ke fut në një audiolibër, që e kam spjegu qaq bukur krijimin. Nuk e dija, ka diçka ma të mrekullueshme se qaj. Gjithë e cili libër është i mrekullueshëm, po qaj audiolibër do jetë edhe libër kështu.
nëse e dëgjoni disa herë, keni me kuptu fokusin, energjin, krijimin në përgjithësi. Okay? Frekuenca ndikon në trupin ton, njerëz. Çdo sëmundje ka një frekuencë e cila e ka manifestu. Çdo raport që ke njët ka një frekuencë që e ka manifestu. Çdo skamja, mungesa është një frekuencë që e ka manifestu. Si po merr një fletore dhe shkruani. Nuk e dini se kur t'jam unë kështu nuk e di krejt se shka ka me dalë, kështu që vërtet shkruani. Vërtet shkruani, mirë veç mos thaju në najsen këtu. Merrni gjanat me lehtësi, mos i merrni me seriozitet, nuk jam as i mësuese që unë rri dhe spjegoj kështu. Jo, se kur na bëmi shumë serioz, aktivojmë amygdalen, aktivojmë qendrën që është për mu kujdes me këqyr, me shka është rrezik, shka është kështu që lëshoni e njerës, lëshoni, merrni çdo mësime me lehtësi, merrni me lehtësi. E di se kur jemi të përjetu diçka futemi që aty në qatë emocione dhe jena mrena, identifikomi me ankthin, me emocioni, po ju s'jeni ajo. Ju jeni më të fuqishëm. Ju jeni përteja sajna. Ju jeni vëzhgusi i tëne. Ju muni me i ndryshu ato. E Valentina ka pa mrekulli. Valentina ka pa mrekulli me syteve. Ka përjetu mrekulli me zemrën e vet. Kështu që vërtet kur ju e ngritni, neve na ka ndodhur në retreat, në pushim që e bojna çdo vit, 7 ditë, unë marrë vetëm një numër caktuar persona për shkak të kualitetit, nuk jam prej atyre mentorëve që marrë mushi, do të thonë nuk është e jemi ajo, do të thonë sepse na bojmë edhe terapia direkte, do të thonë nuk është një retreat që e bojmë kështu vetëm me shumë njerëz, po e bojmë edhe terapia në skenë aty, bojmë terapia live. Edhe ka ndodhur që gjatë retreatit njerëzit kanë shëru diabetin, njerëzit kanë shëru psoriazën, njerëzit kanë shëru sëmundje të ndryshme. Edhe vetëm tu e ngrit energjin, tu e harmonizu zemrën me mendjen, tu e aktivu dashurinë me natyrën, tu e pa veten si jo si të kufizum, por gjerë, si gjithçka, si krejt, si të bollshëm. Kur ju e ngritni energjin, qelizat shërohen, inflamacioni bie, zemra stabilizohet, sistemi imunitar forcohet, trupi hyn në realitetin e shërimit. Dhe ju çka mundi me bë, njerëz? Dhe ju çka mundi me bë? Unë kam qenë në gjendje, tash kur e përmeni nuk e vibroj, kam qenë në gjendje që unë s'kam mujt me ec. Kam pas lloj sëmundje në trup. Tumore, cista, probleme me gjandra tiroide, dhimbje të shpinës, probleme me shpinën, probleme me qafën, probleme me dhimbje koke panal, migrene, nuk e di, plot. Total shade, këshin dhënë këto. Në Zvicër, total shade. Kur e kam kuptu këta se në ka dalë, unë e mundë me ndryshu, të e marë përgjithsin, jo të konë viktim, ma boni aj, ma boni kë, të e marë përgjithsin, që këtu janë mësime, kjo është mësim, këtë e kam përjetu për shkak të kësaj, me mësu këta, ky më ka lëndu që unë e me mësu këta. Të më thanë, kur e meni dhe ma, e dini se keni arrit me qenë njerës të urt, me pas urtësi, kur ju shikonin të kalumen, dhe ma nuk keni emocion. Por kur të kujtoni të kalumen, ndjeni forcë, ndjeni të fuqishëm. Unë e kam pa mrekulli. Unë seriozisht kam pa mrekulli. Njerëzit thonë, wow, Valentin sa fort jeti, që ki mëri gjitha këto sanë, që ki bërë gjitha këto sanë e vetë. Edhe jam një prej mentoreve të para, unë e kam thyu aklin, që kam dalë me folë për spiritualitet dhe për meditim. Më thonë, ka disa vite, kam marrë goximin sepse fokusin e kam pas. Qëllimi jem o kanë me ndimu, kam thonë edhe nëse dalin 20 vetë me msha, një njerit nëse unë e kam e mujtë minimu, unë e kam rri misionin te. E janë bëme mia, e ka ndodhë mrekulli,
me vizualizim, tu e vizualizu, dhe më thonë, një diçka trupi s'din dallim, ti mundesh me aktivu hormonet reja çdo ditë, emocionet reja, me Suela, përshëndetje, me kondicionu trupin tanë në tjera emocione, me mësu këtë, pe marrë shembull e ki një student, ti je mësuesi, trupi yt është studenti, e mëson studentin çdo ditë tu e eduku ndryshe, tu i dhon mendime tjera, tu i dhon vetës menime. Kjo është ajo që ja kam thonë, kur ti ndryshon shikimin e atë çka shikon, ajo çka shikon ndryshon. Krejt jetën kam ja përmend këta. Krejt jetën. Dhe nuk e keni ide çfarë shoqënie kam sot, çfarë raporte kam sot, çfarë raporti kam me 3 fëmijën e mi, çfarë dashurie kam me motrat, me njerëzit. Ka dhe për disave që edhe nuk kam raporte më, sepse nuk ka rezonancë energjie. S'ka. Ja, në një tjetër realitet paralel. Kështu që është okej, mundesh gjithçka me përfundu me dashuri. Mundesh edhe lidhje me përfundu me dashuri, të dua shumë, por larg meje. Të dua shumë. E po tani, edhe kur ndryshoni energjin, disa gjana dhe nuk ju vinë më. Nuk ju vinë. Okej. Trupin mundesh me shëru, gjithçka mundesh me ndryshu. Të ndryshu mendimet e tua, të vizualizu veten më ndryshe, të e pa veten në qatë realitet që ti dëshiron. E di, ka me ta qitë ndërtia jote, programi, kështu, që kjo realiteti, që kjo është mos e shiko realitetin që sheki tash, por krijoje vedishëm për mes fuqisë, të vizualizimit, sepse mundesh mos e vere, dikush thot, po që kjo është realiteti jam, po, moj Valentin, po çështu e kam jetën unë. Mos e vëzhgoni realitetin, por krijoni ata. Mos e vëzhgoni realitetin, por krijoni ata vetëdijshëm. E jap shpirtin, i jap mësimet më të thella, më të fuqishme në akademi për njerëzit aty. Po edhe për ju kam dhënë shumë, kush nuk është në akademi. Kam dhënë qatë shumë video, qatë shumë gjana. Ndjejeni këtë energji njerëz, ndjejeni, unë e kam njëjtë. Unë e baj se e du, unë e baj se e kam thirrje. Po nëse unë kam mujt me kthjell vetën prej total shade. Nëse unë kam mujt me arrit këtë ato suksese, unë kam mujt me pas një jetë kualitative, sepse për mu suksesi nuk është parja. Për mu suksesi është që kjo jetë kualitative që unë e kam. Raportet e thella që i kam me fëmijë, me njerëzit afër meje, me njerëzit që i du, më dojnë, dhe më thonë me ndikimin që unë e kam pas në mia zemrat njerëzve. Unë kam. Nuk di njerëz mja o përshkru ndjenje, që shune ndina. Kur njerëzit nuk më knaq asni dhurat, po menoj fizike, asni diçka ma shumë se sa mesazhet kur më nisin njerëzit, që Valentin, mu largu kjo, shërova këta, arrita këta, e bona këta. Nuk e keni idenë para gjysore, ndodhi të grupi që e kam trajnimit një vjeçar, para gjysore ndodhi një manifestim që e ka prit me muj, dhe më bani me lot, sepse i përjetoj, dhe më thonë, kënaqësitë e njerëzve. Thellë. Je du dhe unë shumë. E keni dëgju ndoshta ose keni lexu në librin tim historinë e bekimit, po du m'ju tregu sepse seriozisht njerëz, unë kur thot dikush Valentin, që shtu më kanë thonë mjekt, unë absolut i bekoj, e i du, e uroj krejt mjekësin, e krejt njerëzit që janë aty për mendimu tjerë, gjithë dhe cilin i mon, aq sa din, e aq sa mundet, edhe aq sa është i bindun, edhe aq sa i beson për veti. Dhe unë gjithmonë ju kam thonë, edhe ju kam thonë në trajnime që unë i kam bo, njerëz,
Nëse e keni sëmundje dhe dikush thot se është e pashërueshme, të lutem, kërkoje dikun sepse ekziston dikun botë një person që e ka shëru pikrisht që ata sepse të nevojitet fillimisht me besu se mundet me ndodhë për me të ardhë informacioni. Gjithçka është energji, gjithçka është manifestim. Që me manifestu ti rezultatin, tu është me besu se është e mundur, tu është me besu se mundesh. Pse ja kam tregu historitë, Bekimit i kanë thonë në Zvicër, Bekimi është një mik i imi, në Zvicër ka pas, të më thoni se mundje që në Kurrez, tumor, edhe është operu, dhe ma nuk ka mujt me ecë. Mjekësia i ka thonë, ti nuk mundesh ma me ecë. Çka ka ndodhë? Bekimi nuk e ka pranu realitetin, nuk e ka pranu ata se çka i kanë thonë mjekët. Bekimi e ka pa veten në vizualizim të ecë, të e majt veten në kam. Bekimi e ka pa se ka me ecë prap. Këto janë ata njerëz të çmendën që krijojnë gjëra për te realitetit, për te asaj se çka e shohin për momentin dhe nuk e marrin si të vërtet për ta. Kjo është ajo. Pastaj kemi historinë e Antonetës, ja kam shpërndar historinë e Antonetës. Njëjtë i kanë thonë mjek në Beograd, në Prishtinë, nuk mundesh me ecë. Absolut, i bekoj, i du ata njerëz. Ata kanë shku në bazë të trupit, fizikut. Në nuk jena fizik. Në nuk jena, ky fizik është shumë i vogël, afër asaj shka na jem. Edhe nuk mundet kërkush me ma përcaktu mu, tash ka të regoj punën e librit. Tash ti kam jam të regu punën e librit, e gjoni me vëmendi. Antoneta o dëshpru, edhe një moment, kjo është ajo kur fillon me besu, a thua është e mujtën që unë e kam e mujt me ecë prap. është në momentin kur ajo më ka dëgju mu të folë për Bekimin, e kemi edhe në akademia dhe Bekimin edhe Antonetën, ajo ka fillu me e bat njëjtën, ka fillu me e vizualizu vetën, qartë kemi punu, unë kam punu pak, pastaj ajo nuk është nalë, ju e keni pa Antonetën të ecën kam, ju e keni pa se njeri është qunë kam, e keni pa, jo kam shpërndaj prap, dhe nuk është kjo, që Valentina ka bo vetë ajo sepse ka dash, sepse ka besu, e kanë bo kretë njerëzit transformimet sepse kanë besu, sepse kanë dash, e kanë marë. Edhe ti mundesh me ndryshu dishka. Do në punë, më ullë, me reflektu me menimet e tua, me vizualizu realitetin që ti dëshiron me kriju. Histori plot të ndryshme që kemi, sepse për mu nuk është kjo, nuk e di, me vite nuk kam postu, tani kemi fillu për shkak mu inspiru dhe me besu aj tjetri. Se nuk është për mu Valentina, po nuk më interesojnë mu ato. Për mu më interesojnë rezultatet, besimi, fuqia që njerëzit e aktivojnë, sepse fillojnë me besu, sikur unë që i kam besu dikuj tjetër. Dhe mos me thonë, i diju në këto i kam një, po, eksplodon Instagrami sot me këshilla, për ka vinë ato këshillat, a vinë prej eksperiencës tëne, a i kanë të mësu me ato këshilla, a i kanë të përjetu me ato këshilla. Dhe këqër jam një jetën, ose energjia jam e flet pa e qitu në asni fjallë, energjia jo të flet pa e qitu të asni fjallë. Kaq! Këna pa shërimet shumë të atë angthit, zhdukjet frikave, qëtësim sistemit nervor, ecje mas paralizës, shërim i leokemis. Kemi shërime dhimbjeve kronike që njerëzit thoi nuk shërohen dhimbjet kronike, ata janë për gjithmonë. Po nëse ti e pranon e ki për gjithmonë. Njerëz që medicina ose i ka qujt pashpes, absolut, Valentina asnjëherë nuk do me qitë poshtë kur gjë, shka do që juve asnjëherë nuk e keni një Valentinën të folë kundër një feje ose një dishka. No, kur s'keni me mni? Kur, sepse s'jam kundër asgjëje që njerëzve ju një manë. S'jam kundër, unë nuk luftoj me kur gjë, unë jam për
dashuri, unë jam për paqë, unë jam për me dashnin e tjetrin, unë jam për me ndihmën e tjetrit, unë jam për mu bo bashk, unë jam për me ndodhë mrekulli. Dhe këto për çka unë jam kanë për, janë të ndodhë çdo ditë. Janë të ndodhë çdo ditë në realitetin tem, sepse unë e besoj, sepse unë vibroj në energji të lartë, sepse unë vibroj paqë, vibroj dashuri, vibroj mirësi, sepse unë kam zgjedhur rrugën e dashurisë. Dhe unë e kam marrë përgjegjësinë për jetën time. Çka kjo nuk kupton që Valentina i lën çdo njeri afër ose Valentina lën çdo energji afër. No. E du e bekoj, disa energji si du afër. Kufi të shëndetshëm, kufi të shëndetshëm janë shenjat e vetë dashurisë. Unë e ndu shumë veten, e vlerësoj shumë veten. Okej, se kena dhe meditim. Nesër, në akademi, kena shkrimin dhe vizualizimin. Shkojmë ma thellën këtë temë. Shkrimi dhe visualizimi. Harrova t'ju kallëzoj për librin. Qëre. Në një seminar vitin e kaluam, isha në Basel dhe jemi shtri me vizualizu realitetin që dojmë me kriju, dhe natyrisht unë e di që funksionon krijimi, duhet me vizualizu, me shkru dhe me vizualizu sikur është pjesë e jemja që trupi me besu, dhe kur trupi e beson në realiteti ta konfirmon. Dhe seriozisht më ka arë një vizion që më ka friksu në qato sekonda, kam dasht me qelë sytë dhe me thonë, aje të baj gare me mua, a dhe vetës të lartë kur t'jep inspirime, ide, edhe une e shoh librin tam anglisht në krejt botë, shkrimet njerëzve, vlerësimet njerëzve, edhe unë du mi qelë sytë, edhe të i thonë vetës, aje gare për ba me mua, edhe seriozisht njerëz, nuk e di atë moment, edhe veç i kam thonë vetës, veç vazhdo, s'ka limit pos limiteve që na ja qesim vetës. Kur jena në mendje, jena të limitum. Kur na futemi në fushën e krejt mundësive, për mes energjisë tonë, s'ka kur gjatë pa mundur. E kisha mentorin vitin e kalum dhe i thash du me qit librin jashtë. Valentina tha provo, tha në Ballkan, du me thonë Alina, në Ballkan, thash, okej, energjia jeme është për matutje, natyrisht zemra në flesh shqip, du me dhe mësime shqip, po du që energjia jeme me prek matutje, e ndjej këtë zgjerimin. Edhe unë i tham, okej, thash, unë e kisha qëllimin në Evropë, edhe në vizualizim e shonë botë. Thash, okej, shpirti jam, po ta lejoj, më zban hajgare me mu, edhe ka ndodhë, pastaj janë lidh gjanat, kanë arë njerëzit, edhe ka marrë një shtëpi botuse, në Amerikë, librin tem që e ka shpërnda në krejt botë, në Afrikë, Zeland të re, gjithkun botë është libri jam për momentin. Nuk e di, thjesht, edhe për mentorin, edhe për njerëzit tjerë që mujnë me na thonë, okej, bane vetëm kaq, mos e besoni. As mu mos e besoni. Nëse ju tham, bane vetëm kaq, bane gjithmonë ma shumë. Bane gjithmonë ma shumë sepse munesh. Sepse askush nuk ban me qitë ty limite, askush nuk ban me të kallëzu ty deri ku, askush nuk ban me të kallëzu ty se sa munesh ti, askush nuk është aty me të kallëzu ty se vetëm kaq ti munesh me arrit. Nuk ka kufi. S'ka pos kufive që na ja qesim vetës. Pos kufive që na ja qesim vetës. S'ka kufi. Unë seriozisht krejt këto vite që unë e punoj me njerëz kam pa mrekulli para syve të mi. Në akademi, në krejt kurset, në krejt gjana që na kena pa. E sidomos në ritri që jena live,
me meditime, me hipnozat thella. Njerëzit harrojnë krejt gjanat negative. Njerëzit mbyllin paqë me të kalumen, njerëzit e hapin zemrën e tyre, njerëzit fillojnë me vibru lart, fillojnë me ushëru trupi për 2-3 ditë. Këtë vit, se thash vjet, unë me këto vite, këtë vit e kam përjetu që ditën e parë, sepse normal edhe energjia jam është ngrit, që ditën e parë njerëzit e kanë pas energjinë shumë të lartë. Dhe kanë, ky është manifestimi jem, që ditën e parë më vinë, më thonë, kena pas gati 0 ankesa. 0 ankesa prej njerëzve. Qaq u lidhen që ditën e parë njerëzit, kjo nuk më ka ndodhur në asnjë retreat. Asnjë retreat. Dhe unë seriozisht njerëz ju tham, prej zemrës teme, sepse kam qenë në retreatet të ndryshme, por fuqia, energjia që ndihet në retreatin aty, në pushimin transformues. Se, në vedi, thjesht, mos e leni një herë një jetë pa përjetu. Mos e leni një herë një jetë. Ka ndodhur, Majlinda në retreat ka shëru psoriazën që ka pas 15 vjetë. Njerëz kanë bën lirime, shërime, transformime të ndryshme. Faleminderit shumë se sini naltë u shkru, nga në që me marrë me shkru ju aty me kap dishka për i kësaj energjie. Po prapë s'keni qare pa marrë. Se është pa mundur mos mu prek. Është pa mundur mos mu prek. E nesër, para se ta bojmë meditimin, nesër në akademi, kena me folë për shkrimi, shka ka bon shkrimi me mu, shkrimi i realitetit paralel, edhe për vizualizimin, ma thellë, dhe zëmenon dikur se i kam një, para menon një lumin, ujt të ecë, edhe ti e ki prek ujnë, qatë moment që e ki prek qatë moment edhe ka shkuaja, njëjtë është me mësimit, asë njëherë nuk i dëgjoni njëjtë. Retreati është një pushim, dikush po ban pyetje për retreat. Retreati është një pushim 7 ditë që na jena bashk. Bëjmë transformime të thella, meditime, shërime, domethënë terapia live, dikush terapohet, aty unë e marr përpara e terapoj, tjerë lirohen përmes kësaj terapie sepse kanë tema të njëjta. Ndodhin sinkronizime, ndodhin manifestime, ndodhin rritjet bizneseve, ndodhin domethënë mrena 7 ditëve sepse çaq është energjia e lartë, çaq ka dashni aty, çaq ndjehet. Është e papërshkruar me njerëz. Njerëzit që kanë ardhur, që unë e kam thënë vitin e kaluar, pushimi transformues nuk është diçka që më përshkruaj me fjalë, dhe ata kanë thënë në fund Valentin, vërtet nuk mundet më përshkruaj me fjalë, duhet më përjetu. Duhet më përjetu. Atëherë, shkojme në meditim, e di se kishin pas qef këtë natën me nej me shëtë energji. Nesër kanë me pas mundësi 50 persona, vetëm nesër, me përjetu një herë takimin e akademi. Vetëm nesër. Unë do e lë këtë live dhe pastaj të komentet, ju keni me shkru dhe stafi kam i përzgjedh, nesër i përzgjedh 50 persona që kanë me mujt me u fut falas në akademi vetëm një herë, një takim me përjetu që është energjia aty mrena. Edhe shka pojmë. Natyrisht se s'ka mujt me pas qasje në hipnoza, në audiolibra, kurset, këtë kurset që janë mrena aty, thjesht vetëm në takim. Dhe nuk është mundësia me i bon kreta ato gjonat që janë mrena, thjesht takimin kanë me pas mundësi 50 persona, të cilët nështa, edhe sidomos ju që jeni skeptik, që menoni a thu janë të vërteta këto sane, a thu me jetën teme, veç me jetën teme javë kam vërtetu, se ju ma me mija transformime që kanë do. Kështu që sidomos ju, se dhe unë jam kon vet një overthinker, jam kon një që s'mu ka nalë truni kur të menu, edhe unë në fillim jam kon skeptike, kam thënë a thu jam për një meshka, jam të full këta njerëzit për na shesin ajer, edhe unë jam kon një për të në që në fillim kam dyshu në krejt këto, deri sa kam fillu me i bon vet, deri sa kam fillu me i testu, deri sa kam fillu me i pa rezultatet. Kështu që kuptoni njerëz vetëm një dishka. Kuptoni vetëm një dishka. Dhe ndjejeni që tash ka do mi u thonë. Ju jeni shumë ma shumë se ajo se shka keni menu se jeni deri tash. Shumë ma shumë.
shumë ma shumë. Shumë ma shumë. Hajde ta shkojmë në meditim. Bëhemi gati për meditim. Unë do i nali këto komentet sepse do meditojmë. Besoj se muzika dëgjohet, nuk i shoh tash kom. Hajde t'i liroj edhe njëherë, vetëm tregoni a dëgjohet mirë muzika dhe a dëgjohem unë përderisa flas. Okej, unë ndroj me qenë në akademi nëse i kemi, nëse disa persona vërtet ka nevojë dhe nuk mundësi ka njerëzit për gjona që ata do një krijojnë mundësit, por vërtet ata besojnë se s'kan për momentin mundësi, na shkruni sepse kemi donator plot dhe na vetë bëjmë dhurata shumë, kështu që na shkruni privat njerëz, na shkruni. Unë du që vërtet unë mundem krejt mi dhonë falas, për njerëzit kur japin energji, marrin më shumë, e marrin ma seriozisht, i bojnë meditimet, i bojnë ushtrimet, dhe e kam kuptu se njerëzit kur i marrin falas ma pak i vlerësojnë dhe nuk bojnë lëvizje. Kështu që na shkruni njerëz privat, shkruni se i manifestoni. Hajde shkojmë tash. Mas mirë në botë. Okej, dëgjohet mirë, dëgjohet muzika. Okej. Unë nuk du me më këshyr ju mu, unë e tash kam e mshel vetëm, veç zonin kene me mani, sepse du ju me u fut në këtë meditim, përjetoni njerëz. Përjetoni. A dëgjohet mirë, ata afroj ma shumë mikrofonin? Dëgjohet mirë? Hajde Nita, po? Dëgjohet mirë nëse flasë, më duhet me afru kështu që e mbylli kamionin afrona se mos t'ju tos tani kur të afrohem shumë afër. Shumë mirë, e afroj pak më afër që ma dëgju zonin ma qartë. Okej, shumë mirë. Hajde shkojmë në meditim, shkojmë dhe lëshoni, krejt ju që futeni meditim nështë për të parën herë, thjesht mbani sytë mbyllur dhe ndjekni ato se shka ju thamon. Thjesht vetëm dëgjon zonin tem, muzikën dhe lëshohesh. Hajde, fillojmë. Pe unikati. Merë frym thellë, mbushu me frym. Me lirimin e frymes, lësho tension nga trupi. Mundesh me ba lirimin përmes gojës, merë frym me hunë dhe lësho tension nga rkesë prej trupit përmes gojës. Mundesh me e ban mënyrën tane. Merë disa frymarrje të thella. Ndjeje trupin tanë ku je ullë, apo je shtri. Vëzhgoje trupin, ndoshta ke ndonjë shtrëngim. Vëzhgo trupin, ku ka nevojë trupi yt për vëmendje. Dhe nëse ndjen shtrëngim, liroje përmes frymes. Hajde bashkë ta marrim një frymarrje shumë të thellë
mbushu me frym, mbaje pastaj frymen aq sa munësh dhe liroje ngadalë. Ndjeje trupin tanë, shpirtin tanë, ndjeje sigurin, lëshohu, nuk ke nevoj me kontrolu asgjë, thjesht lëshohu. Dhe besom me të udhëheq në këtë meditim të fuqishëm. Relaksoj muskujt e trupit. Relakso muskujt e fytyrës, qafës, komplet kokës, shpatullat, gjoksin, lëshoj, relaksoj të dy duart. Shpërndaje këtë relaksim deri te gishtat e këmbëve. Relaksoje vetëdijshëm krejt trupin tanë, e di se munësh. Shumë mirë. Tani imagjino në majet të kokës tane, pak mbi fizikun tanë, një dritë e artë, sikur një diell që shkëlqen. Mbaje vëmendjen jashtë trupit, në këtë dritë, në këtë energji. Tani ngadalë kjo dritë rrjedh në trupin tanë. Lëshohet, është energji e pastër, hyjnore. Është dritë që shëron, pastron çdo qelizë të trupit nga energjia ulët. Aktivon dritën dhe shërimin në çdo qelizë. Lejoje që kjo dritë të rrjedh ngadalë nga koka në krejt fytyrën tane, në qafë, hynë në krejt trupin tanë, përhapet tek zemra, ndjeje si e shëron zemrën. Kjo dritë shkelqen, dritë të artë, që i jep jetë, energji, çdo qelizë të trupit. Ndjeje se si zemra qelet si një lule me këtë dritë. Largon urrëtitjen, zemrimin, frikat, gjitha i shkrin kjo dritë. Zemra jote po hapet në energjinë e bukur, hyjnore, në dashuri, në paqë, dhe gjithçka që nuk është dashuri shkrihet në këtë dritë, shndrohet në dashuri. Kjo dritë shpërndahet në barkë, në krejt këmbët, deri te gishtat e këmbëve. Komplet trupi yt është në këtë dritë që shkelqen vitalitet, jetë,
paqë, dashuri. Merë frymë thellë, mbushu me frymë dhe ndjeje këtë energji. Trupi yt është i fuqishëm. Tani thuaje me zërin e brendshëm, mendja ime është e fuqishme. Unë krijoj realitetin tim. Shkoj me vëmendje të zemra, ndjeje falenderimin për jetën, për frymën, për eksistencën tonë, për njerëzit që i donë dhe dojnë. Falendero për dhuratën jetë. Tani me këtë energji të bukur, trupin plot dritë, çdo qelizë e trupit vibron jetë, vibron dashuri. Kjo dashuri është e jotja, është mrena teje, ka qenë gjithmonë aty. Ndjeje fuqishëm dhe lejo që nga dashuria, nga energjia lartë, të krijohet një jetë ashtu si ti dëshiron. Imagjino vetën tënde të shërume, plot jetë, plot dashni, në paqë, pa gjykime, që merr frymë lirshëm, që zgjohet çdo ditë me energji, jeton në besim, jeton i lirë, ndjeje fuqishëm këtë imazh. Me çdo frymarrje ti ndjen hala ma shumë këtë imazh, këtë person të ri, këtë realitet tanin. Me çdo frymë, trupi yt regjistron një identitet të ri. Faleminderit. Faleminderit për paqen që ndjej në trup. Faleminderit që dashuroj jetën, vetën. Faleminderit për këtë liri. Faleminderit për fuqinë e mbrëmshme. Faleminderit që tash e di se unë e kam lirin me zgjedh. Mrekullia ime ka fillu tash, këtë moment po e ndjej. Unë jam energji e re. Lejo që të shkëlqej kjo dritë ma fuqishëm, ndjeje në kreqenjen tane, ndjeje se sa i fuqishëm je, se sa i madh je, sa i plotësum, sa i dashton. Paqja, dashuria, harmonia, janë aty, aktivoj ma fuqishëm, me çdo frymarrje. Ndjeje dashuri në zemrën tane, ndjeje. Nuk ka mungesë, mungesa nuk ekziston dhe zemra jote e din, ti je plot. Nuk ka mungesë, është vetëm projekcion e mendjes. Zemra din të vërtetën, ti je e fuqishme.
je I fuqishëm. Ti je një me gjithë shka që eksiston. Ndjeje, vetëm mund të ndjesh, nuk është me ditë, me mendje. Lejoja vetës të ndjesh tani. Lejo që drita jote të rritet për te I fiziku tanë. Me çdo frymarrje, kjo dritë zgjerohet, rritet. Çdo qelizë e trupit është e shërume dhe vibron energji të lartë. Merë dhe një frymarrje thellë, tani ktheu tek trupi aty ku je. Vendos të dy duart të zemra. Falendero për rikthimin e asaj që e ke ditë. Falendero që ti tani e din, e ndjen, se je e fuqishme, je I fuqishëm. Dhe je I bekum me dhuratën më të madhe, me lirinë e krijimit të realitetit tanë. Ndjeje këta në krejqenjen tane. Tani nga dalën tempon tanë, mundesh me I hapë sytë, atëherë, unë do e postoj këtë live dhe 50 persona prej jush keni me pas mundësin me përjetu takimin nesër që kemi në akademi dhe me pa, sepse këtë mrekullinë e kemi çdo javë dhe çdo ditë me ushtrime që bojmë bashkë. E kam ndjej shumë, sepse edhe unë futëm vetë në trans kur ju udhëzoj. Kam ndjej shumë meditimin. Ju dua shumë, ju përqafoj shumë. Komentoni këtu tek ky live që do e postoj dhe unë ju them se këtë takim duhet ta dëgjoni ose këtë live duhet ta dëgjoni disa herë. Sa herë ju bjen energjia, shkoni edhe runi dikon. Edhe shikoni këtë live sepse keni më mush full energji. Ju du shumë, ju përqafoj shumë, ju uroj një natë qetë, të bukur, të fleni mirë, edhe nesër një start të fuqishëm në javën e re. Faleminderit që ishim këtë një orë bashkë dhe faleminderit që disa prej juve do fillojnë rrugtimin e krijimit të realitetit të në vetëdijshëm sonte, këtë moment. Ju du shumë, natën e mirë të gjithëve. Mos harroni komentet, 50 veta kanë me pas mundësi vetëm nesër, vetëm në takim me marrë pjesë. Do bëjmë nesër spjegimin për shkrimin e realitetit paralel, shkrimi, çka bën shkrimi me ne, dhe vizualizimi, dhe do vizualizojmë bashkë. Do bëjmë një meditim dhe vizualizim bashkë. Natën e mirë,
Natën e mirë të gjithëve. Shifemi herave tjera, ju dua shumë.